Hoteli më i lartë në botë. Kel Tower është hoteli më i lartë në botë, i cili ka hapur dyer duke u ngritur 377 metra mbi Dubai Marina. Godina prej xhami e ndërtuar nga The First Group nisi fillimisht si një ide për diçka spektakolare, siç thot CEO Rob Burns, por jo me do e mos rekord. Gjatë procesit, planet u rishikuan, u zgjeruan dhe kulla u rit më shumë se sa ishte parashikuar fillimisht. Megjithëse është super i lartë, sjell është ndërtuar mbi një truall relativisht të vogël, rreth 3600 metra katror. Për Dubain, kjo sipërfaqe konsiderohet një hapësirë modeste. Kjo sfidë i ra mbi super arkitektit Yahya Jan, i cili duhet të ndërtonte një kull spektakolare duke kufizuar nga një bazë ngushtë. Brenda çdo hapësire, nga hyrja deri tek dhomat, reflektohet kjo betejë mes madhështisë dhe kompaktësisë. Hyrja është elegante dhe rafinuar, por jo e stërmadhe siç mund të pritej. Ndriçimi i butë, vijat e arkuara dhe dizajni i matur tregojnë qartë se arkitektët janë të detyruar të punojnë me çdo centimetër hapësirë. Nga lart e poshtë hotelit, vizitorët ndeshen me një element arkitektonik të pazakontë, një boshllëk gjigant që shpon kullën, të cilin janë e quan syri gjilpërës. Kjo hapësirë e hapur ndihmon në zbutjen e forcës erës, një sfidë e rëndësishme për ndërtesat super të larta. Ne duhet të lejojmë erën të kalojë përmes godinës së shprehur janë. Nëse do lartësi, duhet ta formosh kullën në mënyrë që të minimizosh ngarkesën e saj nga era. Kulla përfshin gjithashtu një sër atributesh, çdo 6 deri në 8 kate mbushur me bim dhe pemë. Këto hapësira shërbejnë si parqe vertikale duke ofruar dritë natyrore, freski, efikasitet energjetik dhe ambiente sociale për vizitorët. Cjell ka 1004 dhoma përhapur në 82 kate. Dhoma moderne me ngjyra neutrale dhe linja të pastra janë më kompakte se suitat e zakonshme luksoze të Dubait, por pamjet panoramike kompensojnë çdo centimetër të munguar. Burns pranon sfidën e madhe të përballjes me një treg të mbushur me kapacitete hotelerie, por shprehet optimist. Ne jemi shumë besim plot për tregun e mirëpritjes. Pamje 360 gradë, dhomat e mrekullueshme dhe shërbimet do ta veçojnë këtë hotel. Katet e sipërme të Cjell mbajnë 8 restorante ku markat e njohura britanike tatu kanë zënë hapësirat me pamje spektakolare. Lëvizja drejt lartësisë ka shtyrë gjithçka, përfshirë edhe shërbimet ushqimore që të zhvendosen drejt majës së kullës, ku horizonti bëhet pjesë e dizajnit. Perla hotelit është pishina Infinity në katin 76 e vendosur brenda boshllëkut qendror të kullës. Ajo krijon iluzionin se uji derdhet drejt qiellit, një efekt vizual mahnitës që është bërë atraksioni simbol i hotelit. Cjell nuk është hoteli më ekstravagant i Dubait, megjithatë ai përfaqëson një qasje të re. Shfrytëzimin inteligjent të hapësirës dhe dizajni i matur brenda një metropoli që zakonisht e sheh madhështinë si standard. Me hapjen e tij, Dubai shton një tjetër ikon në horizontin e vet, gjithmonë në ndryshim. Sa gjatë do të mbaj rekordin, kjo mbetet për tu parë. Dubai nuk i sheh rekordet si arritje përfundimtare, por si ftesë për sfida të reja të tjera.